Temperaturat në këtë pjesë janë në minus, por kjo nuk pengon ekipet mobile të Kryqit të Kuq të patrollojnë përreth shatrave që lidhin Maqedoninë me Сърбиnë. И во најстудените денови се случува да има. Така да времето за луѓето во движење не е навистина, не значи ништо. Значи, ако ги забележиме бегалците дека се движат од таа страна, мораме да ги почекаме. Ние не смееме, ако забележиме движење на бегалци, да го напуштиме местото на настанот. Поготово ако имаме ранливи категории, дечиња, бремени жени, стари лица, тука нема чекање, тука мора да се делува, значи, веднаш. Edhe pse zyrtarisht rruga ballkanike është e mbyllur, ekipet mobile të Kryqit të Kuq janë informuar se një grup prej rreth 30 persona, në mesin e të cilëve gra dhe fëmijë janë kthyer nga Serbia. Ekipi është vënë në kërkim të këtyre personave. Тука сме секој ден, правиме патроли дури по 2 пати дневно, ги проверуваме овие згради затоа што мигрантите во движење често знаат да побараат за солниште токму во овие згради, иако немаат прозори ни врати и е местото тотално напуштено, но сепак тие бараат за солниште овде, како што гледате, ладно е, дува ветер, но тоа за мигрантите не е проблем да поседат овде и некој час да се одморат во нивното движење и патување таму каде што тргнале да патуваат. Ние наидуваме на индивидуалци и групи мигранти кои што значи се обидуваат да го пронајдат својот пат движејќи се во овој пограничен регион, дали на кај Србија, дали депортирани од Србија назад кон Грција. Edhe pse kishte shenja se dikush ka qëndruar në këto objekte, por në momentin derisa ne ishim aty, nuk vërejtëm asnjë emigrant. Ky është fshati Llojan, fshat nga ku emigrantët po tentojnë që në mënyrë ilegale të futen drejt zonës kufitare që lidh Maqedoninë me Sërbinë e më pastaj të vazhdojnë drejt shteteve perëndimore. Po në këtë zona, ekipet mobile të Kryqit të Kuq nga muaji gushti i vitit të kaluar ju kanë dalë në ndihmë afro 2000 emigrantëve të cilët po tentojnë të futen drejt Serbisë. Derisa ne ishim në fshatin Llojan, ekipet e Kryqit të Kuq kanë ndihmuar disa emigrantë që i kanë takuar në fshatin tjetër, Vaksinc. Kamera jonë regjistroi disa emigrantë, por të njëjtët nuk deshën që të flasin. Disa kilometra më larg ndodhet edhe kampi tranzitor Tabanoc, që nga mbyllja e rrutës ballkanike, ata kanë mbetë në këtë kamp. Një emigrant nga Siria, tash 8 muaj, qëndron në këtë kamp. When I was in Syria, my life was like crazy life, you know. Sometimes maybe you will bomb my city, or maybe always was scaring. We do not have nothing, and when I went to my university, it was bombing there, and I'm scared about my family. We cannot live. We want normal life, but we cannot do that. We cannot get it. Duke ikur nga vendlindjet e tyre, gjoja për një jetë më të mirë, refugjatët thonë se dhe gjatë rrugës ballafaqohen me shumë probleme. Problem is Macedonia is very cold, but I going 25 in here, and big problem in Skopje, in mafia, money and telephone and €150. Legis ishte njëra ndër organizatët e para që u ka dalë në ndihmë emigrantëve. Во март 2016 повторно се активира
кријумчарите се активираше илегалното поминување на границата, иако имаме голема ограда ставено и наводно добро обезбедена, сепак тие наоѓаат начин и поминуваат низ Македонија. Kjo është ruta të cilën emigrantët e shfrytëzojnë për të arritur në destinacionin e dëshiruar. Por ndodh që disa prej tyre të kapen nga policia serbe dhe të kthehen mbrapa në Maqedoni. So this route could be for many still a very easy and shorter, and also I would say maybe the smuggling network is also working very effectively or efficiently. So this is how they pick up in or prioritize routes. So that this route has always been a shorter route and easier route compared to many others in the region. Me mbylljen e rrugës ballkanike, ligji për azil ka pësuar ndryshime. Emigrantët të cilët hynë në Maqedoni nga vendet anëtare të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe CEFTA-s kanë të drejtë për të kërkuar azil, por jo edhe për të fituar një të tillë. Ndryshimi i këtij ligji përcakton se emigrantët që kanë hyrë nga këto vende duhet të deportohen përsëri në ato shtete. UNHCR has always been advocating towards having to all the countries in Western Europe and the countries in the Balkan route to have a mechanism, to have a system where all those coming to their countries go through a legal asylum procedure. So once you have an efficient working asylum system in a country, then the chances of people going into the hands of smugglers would be mitigated or would get less and less. Në ndërkohë, ekipet mobile të Kryqit të Kuq po vazhdojnë patrullimin për skaj pikës kufitare me Serbinë për të dalë në ndihmë emigrantëve të cilët po tentojnë të futen ilegalisht ose po deportohen nga ana e Serbisë. Во ова патека која што се движиме сега, наскоро ќе го видиш тука е него и веќе и граничниот камен е тука. Тоа е наша одредница од прилика каде се наоѓаме. Користиме Google Maps, користиме компас, за да не се доведеме во ситуација да залетаме на другата страна, на српската страна. Овој камен всушност значи до тука. Значи доаѓаат или во индивидуалци или во групи. Но тоа што го следиме е, например, еве ги гледате овие стапкиве што се овде. Тоа индицира на движење, значи на луѓе. Сега во услови на снег можеби и малце полесно да се следат движењата, но ова е вообичаено, значи едно од рутите кои што бегалците ја следат.